rruga shpirtërore, rruga fetare, veç mas në kohën kur tani si shehni çdo gjë jashtë xhamisë është i jorse dhe tërheqëse për në haram. Pra ato fitnet, sprovat, sfidat janë të shumta. Dhe për një besimtar, zgjidhja më e mirë, zgjidhja më e qëndrueshme është që ai të bëjë durim. Jo rastësisht në Kur'an dhe në hadithe, Allahu dhe i dërguari i tij na sjellin durimin si ilaç. Për shembull ka thënë Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin." O ju që keni besu, ndihmohuni nëpërmjet namazit dhe durimit. Allahu është me ata që bëjnë durim. Pra namazi dhe durimi janë dy ilaçe, janë dy gjërat që besimtarin e ndihmojnë në jetën e tij, që ai të vazhdoj të jetë i fuqishëm. Durimi, nderuar vëllezër, nuk nënkupton pafuqinë. Jo vetëm durimi, mirë po secila prej këtyre këshillave fetare, për vlerave fetare, nuk nënkupton dobësinë. Me qenë i durueshëm, nuk nënkupton se ti nuk ke mundësi me kthy një të keqe, nuk ke mundësi me kthy me bën një haram, nuk ke mundësi me. Jo, durimi nënkupton që unë duroj për hir të Allahut te bareke ve teala, sepse durimi në Kur'anin famadh është përshkruar prej veprave që janë më të fuqishme. Për shembull, në kapitullin Luqman, Luqmani ka thënë djalit vetë se ja bunay aqimis sala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. O biri, falë namazin, urdhëro për të mirë, ndalo nga e keqja dhe duro ndaj asaj që ty të ka godit, se kjo është prej punëve më të vlerësuara. Pra durimi është një prej atyre veprave që Allahu te bareke ve teala, ashtu siç i ka dalluar disa pejgamber që janë elit, po kështu e ka dalluar edhe durimin si një vepër e cila është prej veprave më të vlerësuara. Ju e dini që ne në Ramazan nuk kemi mësuar vetëm për adhurimin, apo? Kemi mësuar edhe për vlerat, apo? Në Ramazan pejgamberi alayhis salam ka thënë që nëse dikush prej njerëzve të provokon qoftë fizikisht, qoftë verbalisht, me i thonë unë jam agjërueshëm. Allahu te bareke ve teala na ka mësuar që ne nëpërmjet durimit, edhe në Ramazan, edhe jashtë, me kthy të keqen me të mirë.